Kush të ka dërguar hënava po djeli, pa më thuaj të lute, sa ju je ka qeli. Fshat, o fshati im i bukur, fshati vajz, hane hane, fshat që s'paske një të dytë, në këtë mahuri javane. Për 3 ditë me radhë në vajzë të Selenicës, kënga u ngrit mbi kodra. Vallja bashkoi brezat dhe tradita u kthye në një festë të madhe popullore. Në vënlindjen e poetit Ali Aslani dhe heroit të popullit Perlat Rexhepi, historia, arti dhe mikpritja labe u bë pjesë e të njëjtit trofim. Ishte edicioni 4 i Vice Fest, një festival që po rritet nga viti në vit dhe synon të kthejë këtë zonë në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës shqiptare. 4 vjet më parë lindi një ide. Për disa ditë gushtit, njerëzit dhe miqtë e vajzës të mblidheshin këtu. Që rrugët të mbusheshin me zëra, që sheshi të mbushej me njerëz dhe skena me artistë. Që të takoheshin brezat, kujtesa, por edhe tashmja. Sot, ajo ide e ka një emër. Ajo quhet Vice Fest. Dhe është edicioni i 4. 4 vjet mund të mos duken shumë, ama 4 vjet janë të mjaftueshme që një ide të provohet, që njerëzit të ritakohen, edhe kështu një takim i bukur gushti të kthehet në një traditë. Vajza nuk është vetëm emri i këtij fshati, është edhe personazh i një legjende të hershme, një gruaje që sipas rrëfimit të trashëguar ndër breza u bë simbol i urtësisë, pajtimit dhe bashkimit. E në çdo muaj gushti legjenda duket sikur rikthehet në vendin që e mori emrin prej saj. Jo thjesht për të kujtuar të shkuarën, por për të mbledhur përsëri bindë e vajzës, banorët e zonës dhe miqtë e ardhur nga të gjitha trevat shqiptare. Këto janë këngët, këto janë vallet, i nisin tho lëzat e i presin e sorë ka vet. Këto janë vallet, i nisin tho lëzat e i presin e sorë ka vet. Këtu tradita nuk qëndron e mbyllur në muze, ajo jeton me këngën polifonike, me vallën popullore, në poezinë e Ali Aslanit, në sofrat e shtruara dhe në mikpritjen e një komuniteti që kërkon t'u përcjellë historinë dhe brezave të rinj. Si pari Vice Fest 2026 u ngrit më 14 gusht. Ceremonia hapi e solli në skenë kostumet, muzikën dhe simbolikën e labërisë, ndërsa miseardhjen e dha kryetari i Bashkisë Selenicë Nertil Bellaj. E për drejtuesit vendor, festivali nuk është vetëm një aktivitet artistik. Është edhe një mundësi për të promovuar historinë, natyrën dhe potencialin turistik të një zone që kërkon më shumë vëmendje dhe zhvillim. Mirë se erdhët në fshatin e Ali Aslanit dhe fshatin e Perlat Rexhepit. Për mua është një kënaqësi e dyfisht, edhe si djali i këtij fshati, por edhe si kryetari i Bashkisë Selenicë. Është privilegj që të jem sot me ju këtu në këtë shesh, të mbushur kaq plot, jo si numra, por si zëmra që ju e doni labrin, e doni vajzën edhe gjithë pjesën e saj, sepse ne kemi një traditë që shtëpia është e Zotit dhe e mikut, dhe ju të gjithë që jeni këtu jeni miq të fshatit Vajzë. Kjo fest nuk është më fest lokale, po është fest kombëtare, sepse brenda saj ajo ka art, ka kulturë, ka traditë, ka trashëgimi kulturore, natyrore, e si ta duam ne, sepse vajza dhe labëria kanë një pasuri të jashtëzakonshme. Kryeministri në fund kemi nxjerrë dhe ujë deti këtu, kështu që në Vërmik dhe në Bashaj kemi dhe ujë të kripur. Dhe ashtu si labëria e ka famë madhe historinë, ne si bashki dhe si komunitet këtu jemi munduar që për të 4 vitet famë madhe ta bëjmë edhe bashkinë tonë në aspektin turistik, duke e çuar bashkinë në një nivel tjetër të zhvillimit të turizmit malor, lumor, kulturor. Kemi punuar
do vazhdojmë të punojmë dhe të shikojmë pastaj se si do vëmë gjërat. Edhe një herë faleminderit dhe gëzuar festën. Në natën e parë të festivalit, mbërriti dhe kryeministri Edi Rama. Ai u prit nga organizatorët dhe banorët ndërsa vlerësoi vazhdimsinë e një aktiviteti që pas 4 edicionesh po krijon identitetin e vet. Tani në këtë pikë dua të bëj një sqarim të vogël. Për të gjithë ata që mund të duket pak jo e zakontë që një gjyqtare, siç jam unë, të ftojë në skenë kryeministrin e vendit, dua t'ju siguroj për një gjë. Parimi ndarjes së pushteteve vazhdon të funksionojë edhe këtu në Vajzë. Po. Megjithatë, sot ne kemi, siç thash, role të ndryshme. Jemi të gjithë miq të Vajzës. Zonja dhe zotrinj, kam nderin të ftoj në skenë kryeministrin e vendit, zoti Edi Rama, për të bërë përshëndetjen e rastit. Zoti Rama. Në radhë parë dua të falenderoj Sokolin, i cili më dërgoi ftesën për të katërt invit rresht dhe këtë herë nuk refuzova, duke qenë se tani më, siç e tha edhe gjykatësia, e cila kur jep gjykimin e ka atë formës prerë, 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është rradha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me të tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë. Nga ana tjetër dua të përshëndes të gjithë pranishmit, dua të përshëndes presidentin Topi, i cili është këtu i pranishëm bashkë me prefektin e Tiranës, mik i Vajzës me siguri. Dua të përshëndes edhe kryetarin e Komitetit Olimpik, Fidel Ylli. Dua të përshëndes kryetarin e Bashkisë, Nertilin. Përshëndes edhe ministrin e Pushtetit Vendor, zotin Demo, i cili është këtu i pranishëm për të kontrolluar si funksionon Bashkia Selenicë. Dhe faleminderit shumë edhe gjykatës për këtë prezantim që ishte vërtet impresionues nga fillimi, plus edhe me këtë veshje që nuk është tipike për një person që ka kaluar vettingun, kështu që faleminderit të gjithëve edhe ju uroj që të keni një festival të këndshëm edhe më shumë, edhe më mirë vitin e ardhshëm, por rëndësi ka që juve këtu pushtetin gjyqësor keni me vete. Shumë faleminderit. Mbrëmja vijoi më pas me komedin Fshati ku të vjedhin burrin, me tekst dhe regji të Armand Borës. Humori dhe situatat e jetës së përditshme sollën të qeshura, por dhe reflektim mbi zakonet dhe marrëdhëniet brenda komunitetit. Dhe Meselin e bën për shesh. Dhe kur dy gra zihen për një burr me nam, dikush tjetër mbush tofrën e pire hat fixhan. Që të qaf në mes e mos lëmshin, më vonu i gubilan. E më pas, skena i kaloi muzikës. Mariola dhe Jurgen Kaçani ndezën sheshin, e ndërsa festa doli përtej programit zyrtar. Banor, artist dhe vizitor u bashkuan në valle duke kthyer qendrën e fshatit në një skenë të hapur. Vajzë Fest nuk qëndroi vetëm në ndritat e skenës. Programi ushtri në disa prej pasurive natyrore dhe historike të zonës. Ujvare e Rasalit. Mes shkëmbive dhe gjelbërimit u bë një prej ndalesave të vizitorëve. Rrugëtimi vijoi më pas drejt parkut arkeologjik të Amantjas, ku gjurmët e qytetërimit të lashtë u bashkua me energjitë e brezit të ri. E në stadiumin antik,
u zhvillua dhe Dita Olimpike, e mbështetur nga Komuniteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Të rinjt ngaruan aty ku mira vjet më parë, sporti ishte pjesë e jetës së qytetit antik. E në këtë hapësirë historia nuk u tregua vetëm me fjalë. Ajo përjetua përmes sportit, lëvizjes dhe kontaktit të drejt për drejt me një prej monumenteve më të rëndësishme të zonës. Për kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi, një erazi biri vajzës dhe mbështetësi i festivalit, rikthimi i vëmendjes së Amantias dhe trashëgimia e kësaj treve është pjesë e vetë misionit të aktivitetit. Nga vit në vit ne kemi gjetur nga një të re. Nëse do shohim vitin e kaluar, për shembull ne futëm për herë të parë sportin. Pra, kryesisht ka qenë orientimi te arti, te kultura, te filmi, te trashëgimia, te turizmi, ne futëm sportin. Sporti rrjedhimisht sporti solli Amantian, patjetër. Që është vlerë e këtij aktiviteti, po është vlerë historison. Ikone. Ndërkohë mas Amantias, këtë vit ne po sillim një risi tjetër. Çmimi poetik Ali Aslani. Merr këtë emër për shkak të atij emrit të madh që ka Ali Aslani, për shkak të faktit që poezia është e lidhur drejt për drejt me të, dhe ne duam që të bëjmë një si konkurs mbar kombëtar, pse jo për ta shtrirë edhe më tej edhe në diasporë, ku të prezantojmë poezi dhe në çdo vit në Vajzë, në vendin e Ali Aslanit, një uri e përkatëse shpall edhe çmimin për poezinë, për vëllimin poetik më të mirë. Kjo është risia e këtij viti. Domethënë, dua të them që nga viti në vit ne kemi parë një ndryshim. Ajo që është thelbësore është që ne kthejmë syt nga fshati. Ky është qëllimi. Se në fakt Bashkia e Selenicës ka pjesën e vetë të rëndësishme, që e mbështet, por pa kontributin dhe pa angazhimin e antarëve të shoqatës nuk do të organizojë një gjë tjetër. Këtu janë përputhur të gjitha gjërat bashkë. Dikush bën diçka dhe e bën mirë atë që bën. Edhe ai që nuk i ka mundësitë tregon vëmendje dhe tregon angazhim për të bërë diçka të mirë. Është një traditë e mirë në zonën e Laborisë që organizohen festa të tilla. Vajza e ka të veçantë. Dhe unë për këtë ndihem shumë krenar që jam pjesë e këtij komuniteti. Pjesë e aktiviteteve në Amantia ishte edhe ministri Blendi Gonxha, i cili foli për rëndësinë që trashëgimia kulturore të lidhet me turizmin dhe zhvillimin e zonave rurale. Është një kombinim ideal i asaj që përfaqëson Amantia si sit antik, po edhe funksionin që ka pasur siti vet, pra me këndin e vet, po themi të garave të sporteve që ne sot i dedikojmë olimpiada edhe i dedikojmë lëvizje sportive dhe këto gjëra kanë qenë në fakt mira vjet përpara, pjesë e jetës përditshme, aktiviteti që ne sapo pam që është në ditën e dytë dhe që është një përpjekje lokale, është shumë i lavdrueshëm edhe është një themi akt qytetar edhe një akt bashkëtese. Ne jetojmë në një epokë që është e vështirë, sepse njerëzit po jetojnë sot shumë online, po jetojnë me informacionin e kaluar shpejt, me atë 10 sekondëshin e celularëve, fëmijët janë kryesisht para ekraneve, gjë që është ndonjëherë dhe e rrezikshme, dhe kështu që është shumë e bukur jeta aktive, jeta e shëndetshme, pra natyrës. Duhet të rrisin kapacitetet e këtyre mikroorganizmave që janë në nivel vendor, të cilat duhet fuqizohen, pra duhet kthehen nga shoqata në fondacione, ne do kemi mundësi të mbështesim ato me mbështetje vjetore organizative, në mënyrë që këto fondacione të fuqizohen në atë që ato bëjnë në territor, sepse duhet të vinë në mënyrë organike, duhet të vinë nga komuniteti, duhet të vinë nga banorët dhe në këtë mënyrë ne mund të ndihmojmë këto organizatat ndihmojnë pastaj vetveten dhe komunitetet. Kështu ne do bëjmë më shumë vitin që vjen për programin tonë të mbështetjes për fondacionet, organizatat, shoqatat për aktivitetet cilat kanë brenda turizëm, kulturë, trashëgimi dhe sport. Si një çup të shkel syrin, si një çup për kokë të saj. Mbrëmja e dytë i përkiste fjalës shqipe, dy poet, një muz. Bashkojnë në të njëjtën skenë krijimtarinë e Ali Aslanit dhe Ismail Kadares. Në regjinë e Driana Dervishit, poezia u kthye në teatr, muzikë dhe interpretim. Duke filluar nga Yll Kamujo, Luiza Giovanni, Rosetta Ferri dhe Neritan Liçaj,
sollën për publikun vargje nga të dy prej emrave më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare. Muzika Aulon Naçit dhe interpretimi i Jasmina Dervishit i dha mbrëmjes një tjetër dimension artistik. Me kam ëndër. Çdo orë minut ty të kam në gojë, pas e të zë lemza, kur unë të kujtoj. E kudo që isha, e kudo që jamte, këngë në buzë të kishja, lot në sy të kamte, vlorën, edhe vlorën thelp e kam në zemër. Ditën e kam dritë, natën e kam ëndër. Çdo orë minut ty të kam në gojë, mbase të zëlemza kur unë të kujtoj. Vlora ime bukur, vlora ime e lirë, vetëm ty të dua dhe një gun të dhirë. Aty në ato rethe, aty në ato rëza, çdo zonjë e zonjush matet me të lëza. Të pranishëm ishin gjithashtu poetët Agim Vinca dhe Sadik Bejko, ndërsa familjarët të Ali Aslanit sollën kujtime dhe dëshmi për lidhjen e poetit me vënlindjen. Në këtë mbrëmje u prezantua edhe çmimi Ali Aslani për poezinë, një nisëm që synon të vlerësojë çdo vit vëllimin më të mirë poetik me tematikat natyrën dhe dashurinë. Këtu do të ndahet çmimi me emrin e këtij poeti, çmimi Ali Aslan. Si çdo çmim tjetër letrar, edhe ky do të ketë dy funksione kryesore. Ta nderoj emrin dhe veprën e poetit, emrin e të cilit e mban, Ali Aslanit, dhe ta nxjisë krijimtarinë poetike në gjuhën shqipe kudo ku krijohet ajo. Urojmë që çmimi që po shpallim sonte ti motivoj poetët tanë, ti nxjisë për të krijuar poezi të bukura e me vlerë, ku fjala, si që pa edhe sonte, është muzikë dhe muzika kuptim. Ali Aslani ka qenë një poet që ka zënë vendin e vetë në gjuhën shqipe dhe e meriton. Meriton emrin e tij, meriton vendin e tij, meriton që të përkujtohet dhe të duhet. Çmimi për Ali Aslanin, me emrin e Ali Aslanit, është vërtet çmim nderi që ka çdo poet në Shqipëri, cili do që do të konkurrojë me poezi, do të marrë këtë çmim, do të jetë i vlerësuar. Por njëkohësisht, do jetë i vlerësuar Ali Aslani, do jetë vlerësuar poezia, dhe do jemi të vlerësuar ne, sepse kur duam vetë traditën, duam Shqipërinë, vlerësojmë historinë tonë, vlerësojmë veten tonë. Trofeu ishte ideuar nga arkitektja Kiara Aslani, mbesa e poetit. Kemi nderin, kemi sot këtu nipin Ali Aslanit, zotin Ardian Aslani, i cili ka dhe një surprizë për ju. Zoti Aslani? Në emër të familjes, unë nuk e di se arrit dot që të shpreh mirënjohjen dhe falenderimin e madh për vlerësimin që u bë poezisë së Ali Aslanit dhe ai është pak a shumë trofeu që do të jetë i ideuar nga një traditë, domethënë tashme që është e familjes dhe është kënaqësi e madhe. Kështu emri Ali Aslanit nuk mbeti vetëm në monumentin e ngritur në qendër të fshatit. Ai u kthye në një urë mes krimtarisë së tij dhe poetëve të rinj që do të vinë pas. Edicioni 4 i festivalit u zhvillua në një kohë kur është rikthyer për diskutim dhe organizimi i ardhshëm territorial të vendit. Mundësia e bashkimit të Selenicës me Bashkinë e Vlorës është kundërshtuar publikisht nga kryebashkiaku Nertit Bellaj. Dhe gjatë mbrëmjes poetike, ai përsëriti qëndrimin e tij për ruajtjen e Bashkisë Selenicë. Kjo vajzë, si pjesë e bashkisë totale, si një fshat i kësaj bashkie, është munduar që me këto 3 net të jap një ngjyrim tjetër territorit. Ne jemi munduar të japim këto 4 vite një ngjyrim tjetër kulturor kësaj bashkie. Nuk kanë ekzistuar këto aktivitete.
si Vice Fest dhe shumë aktivitete tjera. Po këto janë bërë fal vizionit, përpjekjeve që ne kemi munduar këto 3 vite gjithë së bashku për ta bërë Bashkinë e Selenicës një prej bashkive me një aktivitet të theksuar kulturor, natyror, tradicional dhe do thishte një shkallë më poshtë, një ulje e ritmit, nëse ne do të shikoheshim që të ishim si shtojtës në një njësie tjetër. Shpresa vdes e fundit themi ne, por ne jemi përpjekur dhe ashtu që jemi këtu në Vajzë, që ti më pyete pse ka emrin Vajzë për është çështje kufiri, mendojmë që edhe kufiri jon do të jetë ky që është. E përtej debatit politik dhe institucional, mesazhi i festivalit mbeti lidhur me nevojën për zhvillim, promovim dhe ruajtjen e identitetit të kësaj treve. Ndërsa dita e tretë nisi me një udhëtim drejt ujit të kripur në Vërnik, një tjetër pasuri natyrore që zgjeron hartën turistike të zonës. E më pas, skena ju kushtua fëmijëve për shfaqjen Ariu Peshkatar, me tekst dhe regji të Petrit Xhelilit, sepse një festival që kërkon të bëhet tradit duhet të flasë edhe më të vegjëlve dhe t'i bëj ata pjesë e kujtesës që po ndërtohet. E në mbrëmje vajza u mbush përsëri me vizitor. Ansambli popullor i këngëve dhe vallëve, grupet polifonike, artistët e cirkut dhe aktori Gent Azizi sollën një program ku tradita u ndërthur me spektaklin. Irini Qiriako solli fuqinë e këngës popullore, ndërsa Website Family i dha finales ritmin e një feste moderne. Por protagonisti i vërtet ishte publiku, të moshuarit që këndonin vargjet e njohura, të rinj që hidhnin valle, fëmijë që vraponin në sheshe dhe familjet që ishin rikthyer në vëllindjen e tyre. Në qendër të Vajzës qëndrojnë përballë kohës 2 figura të rëndësishme, Ali Aslani dhe Perlat Rexhepi, 2 emra që përfaqësojnë letërsinë, historinë dhe kujtesën e një vendi që nuk dëshiron të humbasi identitetin e vet. Për 3 ditë, Vice Fest tregoi se trashëgimia nuk mund të jetë më shumë se një kujtim. Ajo mund të shndrohet në kulturë, turizëm, zhvillim dhe një arsye fort për të rikthyer në vendlindje. Festivali mbështetur nga Bashkia Selenicë, Shoqata Vajzë, Bijtë e Fshatit dhe 10 artistë kontribues tashmë ka hyrë në vitin e tij të 4. Sfida është që kjo traditë të vazhdojë të rritet, pa humbur karakterin dhe lidhjen me vendin ku lindi. E kur muzika pushoi dhe dritat e skenës nisin të shuheshin, në Vajzë mbeti ajo që nuk fiket bashkë me festën, ndjenja e përkatësisë. Vice Fest është në fund të fundit një rrëfim i gjallë për një komunitet që nuk dëshiron të mbetet vetëm në kujtesën e së shkuarës. Është një komunitet që kërkon të marrë atë kujtesë me vete dhe ta çojë atë drejt të ardhmes. Një fest që nis me një fshat, por synon të bëhet një emblem e laborisë moderne. Një fest që nuk thot vetëm kujtoni nga kemi ardhur, por edhe shikoni se ku do të shkojmë.